non më fal, ma ban halal, sa t'kam randum, ti non me fjal, tash jam pëndu shumë, kam drishum, më fal t'lutem më fal t'lutem ah nan më fal t'lutem sa t'kam randum ti me fjal, tash jam pëndum, shumë t'kam randum, më fal t'lutem më fal t'lutem Allah i mëshiroft nëna tona që cilët si kemi ma e na bashkoft me të në xhenet. Amin ja. Prindrit nuk i ke gjallë, Allah i pasu shumë. Amin, këtë muslimat. Nona pa dek 12 ditën, 54 vjetë, baba para 5 vite që të kur kjo pandemia, për një ditë shkoj. Allah i mëshiroft. Amen. Si ki pos raportet? Me nonën? Me nonën shumë. Me nonën së nuk frita shumë se e reka dek, me bama një kum pas sikur me vlla. Se kur s'ma ka prish edhe kur s'm ka vikat edhe kur s'm ka. Subhanallah, Allah i mëshiroft edhe kanë qenë namazliv Allah. Valla, sidomos nona ma. Çka është pasuria më e madhe? Më e madhe po valla, se shtëpia pa nonë si hona, si qelli pa han. Po. Me unë shumë që u përbon më 2 vjet, 1 vjet e diçka që ndroi jetën nëna ime. Wallahi mëshiroft, po shumë ala më të sonë këshill venin. Po, po. Mërzi e madhe vallahi. Mirë po, na ngushllon fakti që kanë qenë musliman. Musliman që ja kur shoh, e di se kur tirke sabah, biket me më të sabahin, na më biket një kot qumsht. Bien nona. E se në gjami, subhanallah, dhe më shiroft. Edhe shumë edhe në atë kohë, edhe pse s'kan lexuar shumë Kur'an, kanë ditë edhe shumë kanë ditë për meç, po. Valla. Ç'kë ngushllon? Ç'e ngushllon? Se në dunjë në xhenet e keni nonën, edhe babën. Elhamdulillah, inshallah. Ç'kë të jap një qetësi